34 vite e 6 muaj burg kërkoi prokuroria e posaçme për të pandehurit e dosjes bujqësore. Janë 23 në punës të vënë në akuzë për manipulim të tenderave publik të Universitetit Bujqësor të Tiranës. Sipas PAK, ata dolën zbuluar pasi u vunën në përgjim, teksa bashkëpunonin duke paracaktuar fituesin e tenderave që do t'i ndërtonte universitetit laborator. Zëvendës rektoren Romina Koto, prokuroria kërkon të dënojë me 1 vit burg, por në alternativë t'i konvertohet në shërbim prove për një periudhë 150 orë. Për Ilir Kapaj, zëvendës rektorin tjetër, SPA kërkon që të dënohet me 1 vit e 6 muaj burg, por në përfundim të vendoset në shërbim prove për 24 muaj. Administratori Edmond Tërthoria për prokurorin Dritan Prençi duhet të dënohet me 3 vjet burg. Ndërkaq për 20 të tjerët, SPA kërkon shpalljen fajtore dhe dënimin me nga 1 vit deri në 3 vjet heqje lirie. Por në përfundim dënimi i tyre të konvertohet gjithashtu në punë ndaj komunitetit. Kanë qenë 9 procedura prokurimit të zhvilluara në vitin 2022 me një vlerë të prokurimit 90 milion lek. Sipas organit të akuzës, të pandehurit bashkëpunuan për të paracaktuar operatorin ekonomik për pajisje dhe mallra. E po ashtu prokuroria thot se ka zbuluar shkelje edhe në fryrjen e faturave. Pas hekurave, shkurtin e kaluar përfunduan 5 zyrtar dhe pronari i shoqërisë Krijon SHPK që merrte tendera Piro Zoga. Ky i fundit zotron kompani që importojnë pajisje laboratorike. Por këta të 6 do të gjykohen me procedurë të zakonshme të ndarë nga pjesa tjetër.